kanalit tim, ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që jam Danja, ndodheni tek Danja's Channel, ose më saktë në tualetin e Danja's Channel. Sot është e premte. Çfarë do bëjmë ne sot? Do të shkojmë në Durrës sepse do të takojmë Marina Isufin, që ju e dini, keni vite që e ndiqni, jam e sigurt, sepse Marina ka më shumë se 10 vite në mos gaboj që është në YouTube, është një ndër të parat, youtuberet e para. Kështu që sot më në fund erdhi momenti që ne të takohemi tamam nga afër. Më thënë jemi takuar edhe një tjetër ku kam bërë takimin me ndjekëset me Anxhelën, por që ka qenë shumë briefly, shumë e shpejt. Gjithsesi, unë kam bërë skincare-ing, sepse bëra edhe një video për në Instagram, për rutinën time të skincare-it të mëngjesit. Kush është interesuar të hidhet nga Instagram të shkoj ta shikoj, pavarësisht se ju mund edhe ta keni parë përpara. Anyway, dhe të fillojmë të bëjmë make-upin, se duke qenë se Marina është një make-up artist, duhet të bëjmë një çik kështu decent te Marina, duhet të jemi një çik të mbajtura. Por do bëj normalisht make-upin që di unë të bëj. Edhe sidomos make-upin e verës, që është një make-up shumë i thjeshtë duke mos përdorur foundation. Të nisim me hapin e parë që është gjeli i vetullave. Hapi dytë do përdor Kylie Cosmetics, paletën që mora herën e fundit, që ka këto tone, thjesht për t'i dhënë pak ngjyrë syve. Dhe përdora Muse. Okej, kjo këto. Voilà, kaq. Asnjë më tepër. Ecim akoma me syt, duke drejtur qepikët me kujdes, që mos i këputim, sepse unë këtë kam kështu si tip fobie. Kam parë disa video në TikTok dhe në Instagram që vajzave ju këputen qepikët brenda kësaj. Dhe jam bërë unë e trauma. Do përdor Kylash. Tani, do bëj pak fare kontur, që e kam qik në merak në fakt. Se nuk e di në qoftë se e bëj mirë zakonisht, por gjithsesi. Gjithsesi, unë kam pak emocione me këtë make-upin, duke patur parasysh që do takoj me Marinën, por që Marina më tha mos e ke fare me problem, se do t'jap unë disa sugjerime kur të vish për çështjen e make-upit, sepse do bëjmë edhe një video make-upi bashk me Marinën, që do e shikoni te kanali i saj me shumë mundësi. Vazhdojmë pak me blushin, që do përdor Rare Beauty, zemrën time. Dhe ju e dini që unë kam qejf ta bëj blushin në formë harku, që drejtohet për nga betulla sipër. Më përpara e përhapja blushin me sponge, kurse tani do e përhap me furç, sepse kështu më tha një kushëri që është më mirë. Harova pjesën më të rëndësishme. Pup! Si shta e mreja, pak blush në hund dhe shumë bukur. Dhe më pëlqen shumë në fakt këto faqkat e kuqka nga blushi, nuk e di pse, i kam shumë qejf. Foundation unë gjatë verës nuk përdor, e kam shumë bezdi se kam as se fillon edhe rrjedh edhe ikën nga bapa, edhe kur dirësit dua të fërkohem që të heq pjesën e dirësës normalisht, kështu që bie të heq edhe foundationi, prandaj edhe e shmang gjithmonë. Por kam qejf të vendos edhe pak highlighter, këtë nga Catrice, Space Glam e ka ky, është holografik. Nuk e dini nëse dallohet apo jo. Ja, është si punë këtyre amësorëve që shikoni. Vendos pak fare. Ky ishte make-upi, buzët do i lyej më vonë, sepse Alexia do vi për pak në shtëpia ime, do më sjell për të ngrënë në një kokofik, duke qenë se s'kam asgjë në shtëpi, në këto gjërat e mëngjesit. Edhe pasi të mbaroj së ngrëni, do i lyej. Gjithashtu, doja t'ju tregoja pak diçka që sapo bura re. Oh my god. Dje, përdora për herë të parë një vaj që nuk e kisha përdorur kur në jetën time. Është ky vaj i thatë nga Dr. C Tuna,
që e ka marrë tek farmasi. Dhe me qira fjala, këto produkte që unë marrë tek farmasi, juve mund t'i gjeni shumë kollaj tek linku që unë ju vendos te pjesa e përshkrimit. Ka raste që bëhen ulje, kështu që klikojeni linkun her pas here, ose do ju lajmëroj unë për ulje të ndryshme. Ky është i tillë, hapet kështu dhe mbushet. Dhe kjo është mënyra se si bie vaji. Siç thash, ishte hera e parë që e përdorja. Ky vaj ka disa mënyra përdorimi. Është për flokët, për fytyrën. Për flokët mund ta vendosni te pjesa e skalpit përpara se të bëni dush gjysmore dhe pastaj e lani e shplani me shampo edhe me balsam, çfarë përdorni ju domethënë. Dhe mënyra e dytë e përdorjes së flokëve është që në moment që mbaron tharjen e flokëve e përdor tek fundrat për t'i rigjeneruar edhe për t'i dhënë pak më tepër jetë. Dhe e përdor te pjesa e fundrave të majrave, domethënë si bie të flokëve. Por mund të përdoret shumë pak fare te pjesa e fytyrës, te pjesa e qafës edhe te pjesa e dekoltes. Kështu që është edhe për fytyrën edhe për flokët. Dhe ajo që unë vura re tani sapo krea flokët, që nuk e kisha vënë re më përpara, sado që kam patur përdorur produkte të ndryshme, është që flokët janë kaq të buta, edhe kreri iku smooth, shumë lëmuar. Wow! Nuk e prisja. Se unë kam një gjë, duke qenë se edhe lëkurën edhe fytyrën e kam shumë të ndryshme, kam shumë frikë të përdor vajra të ndryshëm në lëkurë dhe në fytyrë. Dhe këtë kur e vura dje, e vura një qik me frikë, por sot... Oh my god! Oh my god! Wow! Jam e shokuar! Nice! Blieni dhe do më falenderoni, e kam seriozisht. So nuk para jap sugjerime, duke qenë se nuk e eksperimentoj me gjëra të ndryshme, ama ato që i përdor, ja u them të gjitha. Të presim Aleksin tani dhe ndërkohë që vjen Aleksa të bëhemi gati. Qinqe e ka saj, qinqe është pak. Do pak is qinqa. Në autostradë me 90 maksimumi 100 lejohet. Jo, ti me 150. Po, 150 si kam shkelur asnjëherë unë. Alekse që thoni ju ankojt, se unë eci shumë me shpejtësi. Nuk do ikin në autostradë unë me 50 në orë. Jo, shpejtësia, është edhe fakti që si shmang kur gropa. I shmang, thjesht ka shumë gropa. No! Janë shumë për t'i shmangur. Ndi si jeti? Si jam. Gropa jave, upsi! Po makina. You don't wanna better. Unisëm. Dhe që tërgoj pak make-upin tim përfundimtar, ka vendosur edhe Baska! Sa mire! Sa thire më beri veshi piu. Piu më beri veshi. I don't give up! Buzët janë këto që shikoni. Nuk e dia që më pëlqente kaq shumë kjo ngjyra e buzëve. Duhet ta përdor më shpesh. E mora me vete lapsin që përdora, po do ju tregoj edhe outfitin, veshin që kam veshur sot. Po, ja, di të nga makina. I could. Stop being a bitch. Kej me motor ka rritur. Nuk më bërë të ngrijem, ka shpejt në mëngjes. This is not me. Yeah. This is a monster that you created. E forta është se Danja të merr në telefon në mëngjes edhe thot, "Ha, u çove?" Edhe unë që i them, edhe pastaj thot, "Mirë, hajde ço." E unë që i them, "Okej." Edhe pastaj unë thjesht ri në telefon edhe Danja që thot, "Ço." Edhe unë që i thash, "Ikë!" Edhe mbylla telefonin. Kështu bën gjithmonë. Është njeriu më i keq për të ngritur nga gjumi. Nuk kam koment. Jam. Tani, përpara se ti ikim tek, mbaje ti. E lidhe atë që të mos të bjerë. Nor. Bëje kështu, Nor. Se e ka një arsye kjo, pse e ka. Moj vajz. Tani do shkojmë të marrim një vazë me lule për Marinën, që t'ja çojmë tek studioja e saj e re, duke që sa ti do shkojmë normale. Edhe për ta uruar dhe për t'i thënë suksese e tjerë, po më vonë, kur të vim atje do t'ja themi. Tani duhet të marrim lula. Shikoni ku erdhëm. Hello!
parë çiftin e duhur. Jemi ndër të parat që futemi tek studioja e re e Marinës, shikoni sa e bukur është. Danja është e ftuara ime e parë. Faleminderit. Jam shumë e sigurt që kjo studio ndjek edhe tërheq vetëm njerëz me frymë pozitive. Kështu që sot do mbushet 2 fish me pozitivitet. Shumë faleminderit, urojmë shumë suksese. Faleminderit ti që erdhe. Pa sa më shumë punë edhe gjëra të bukura këtu. Edhe Danja pas ka dhe një super motor, që unë nuk e dita. Ja, mos e rrit veshët kaq shumë. Shiko sa gjëra të mira na ka sjell për të ngrënë. Sikur ta di që unë vdes për qeshi edhe për pjesht paqime. Edhe ne mama do kujdesemi që fëmijët të hanë. Po. Unë jam gjithmonë në rolin e mamit. Kështu që marrim për të ngrënë, për të pirë. Po sot do më premtosh që do jesh Marina vetvetja, si të ndihesh ti më mirë? Po, unë jam gjithmonë vetvetja, prandaj jam edhe në rolin e mamit, sepse kështu jam tamam vetvetja. Tona i kam mbaruar Estel, i morëm kastile për këtë rast, por kalon disa kokra. S'ka problem, ja po e marrim atëherë një për urim. Faleminderit që erdhe. Faleminderit ti për ftesën. Edhe sa herë të doni, është kollaj, nuk është e vështirë për. Jo, ishte afër, vetëm trafiku ishte një çik problem. Po nuk ka shumë, domethënë ngatresa për të gjetur vendin. Shikoni sa bukur e ka bërë në fakt, shikoni. Tamam, studio profesionale. Kjo që ka marrë nga Temu, që ka super më besoni. Shik, me puf. Shiko se si kam gjama shur, ka marrë një pastron gjama, ti provoti. Që i ngjitet vetë. Ka marrë dhe diçka me avu që pastroj të korona. Nice. Ose dënime, ose... Nëse do të mund të futet edhe motra, apo ti s'ke qef të bërë blogere. E unë anë më zëmë shumë të botë. Po, do të akuash. Në kjo ideja e... Në të tek e mokje, ose tek normale. Janë ndryshë. Kjo është 550. Ne këtë që po bën aty? Po... Po bëjmë i gati. Prit. Hajde kalojmë edhe ne andej që t'ju themi ndjesht vetë. Të treja. Okej, nuk e di. Po më të e ndërluar. Hajde. Shiko, unë do bëja stik, se unë në shkurtër. Jemi. Po bëjmë i gati, sepse tek një video tjetër, te video radhës, ju do shikoni një sfidë. Sigur jam në auditor. Sa po mbaruam së filmuari sfidën, nuk e di sa keq, i pas kam të flokët. Amen. Si kalove. Mbaruam së filmuari atë sfidën me këto kartat, leta, pyetjet, që normalisht do shikoni javën tjetër. Dhe tani, çfarë do bëjmë tani? Do filmojmë video të tjera. Të kemi ardhur të argëtojmë, të bëjmë content, të bëjmë muhabet, të ham bukë. Na ka marrë Marina gjithë të gjëra, fruta kishte marrë, croissant ka marrë, petulla ka marrë, edhe për të pirë. Faleminderit, tamam, si një zonjë e denjë shtëpie. Se harova t'ju tregoja lip linerin, është ky nga Brooklyn. Çfarë numri është ky? Numri 224. Kjo që ka vendosur te buzët. Edhe më pëlqeu shumë. Outfiti? Që t'ja tregova? Bluzë e bardhë, crop top, dhe ky fundi që mora tek Fula Moda, dhe këto që akoma nuk i kam larë. Se kam përtuar ose kam patur punë të tjera. Dhe tani po përgatitemi për video të tjera. Ja ku kemi Marinën këtu, që po merret, është fokusuar. Po merret, po. Where's Nuk para. Nuk e di se. Shikoni pak pra pas skenat e videove që ju mendoni që janë shumë të thjeshta. Duhet gjetur këndi, duhet gjetur ndriçuesit. Madje Marina ka marrë ndriçues profesional nga këto që përdoren edhe në për studio fotografike, që bravo,
Unë s'kam arritur akoma në këtë fazë, jam akoma me ring light-e, po që të gjitha këto njerëz janë shpenzime. Kështu që na ndihmoni që të paktën t'ju nxjerrim lekët e këtyre që blejmë, mos themi pas e përfitime, apo jo Aleksia? Aleksia shumë out këtyre gjërave. Nuk ja ka haberin si funksionojnë. Po nuk e di do me thënë. Sa po më pëlqej ka vetja. Sa super. Emre më prit se po vi. Do dalim në date. Shumë faleminderit. Marink, të lumshin duar, që bere? Të lumshin mua, po të lumshin ty këmbët që erdhe. Të lumshin do çka të bukura, perl. Po më pëlqen shumë vetja. Mua më pëlqen shumë kjo aparati. Sot s'ka shtëpi. E nxora e shita. Ore, me qëra fjallë vërtet. Ma jep pa kamerën? Tja o tregojmë dikësve se pas e do në njëri nga ju ta blej. Prit të kalojmë pa këtu. Marina ka një kamerë që ka shumë pa kohë që e ka bler, nuk e ka përdorur shumë. 2 herë kam përdorur. Po. Është Sony ZV-10. Në qoftë se ka njerëz, është shumë e mirë në fakt, por është pak e rëndë. po, Isha diçka më praktike. në qoftë se ka njerëz që janë të interesuar për ta bler, unë do i vendos poshtë Instagramin e Marinës, kështu që komentojni, dërgojni mesazh direkt në Instagramin e saj për të pyetur për çmimi, për të gjitha ato gjërat që kam rroka që kam brenda kjo me të cilat vjen, edhe ta blini sepse do të ndryshojë, normalisht i duhet një pak më praktik, po. Jam edhe vetë voçkë, i duhet gjërat e voçkë. Kështu që këtë ta keni parasysh. Tani unë këtu, mbi tavolinë, kam nxjerrë të gjitha make-upet e mia, jo të gjitha, kam nxjerrë një pjesë, do t'rregoj edhe juve, sepse do marr mendimin e Marinës për çfarë gjërash duhet të përdor në lëkurën time, në fytyrën time për make-upin, çfarë gjërash më mungojnë që ti blej, edhe çfarë nuk duhen ti hedh, se është mbushur plot kjo me gjëra të panevojshme ndoshta. Këtu kemi një pjesë të këtyre që i kam hapur. Këtu janë pjesa tjetër. Këto i kam marrë. Këto e kam marrë nga Temu. Ju e dini se e keni parë. Edhe këto. Të syve. Uate, kam pas edhe unë. Ky s'mbaron kurrë. Po, unë kam patur një tjetër, kush e di se sa vite, po atë e hodha, se doja ta zvendcoja. Pastaj këtu kam lapsat. Lapsat besoj Ja, se... fuqesh, se shumë pas ke ti? Po kështu i kam unë. Ja, kjo për shembull, kjo është fantastike për pjesën poshtë syve. Po, kjo është nga Kylie, edhe kjo është nga Kylie. Këtë e bleva së fundmi, po kjo s'më pëlqeu. Kat Von D. Nuk e di pse më duk shumë e fortë edhe shumë e ashpër për... Po ky është për kreming pudër. Po, për atë e kam përdorur. Po mirë, këtë ti mund ta bësh Dhe më duk si ku mbajti shumë. Vetëm në pak vende, jo ta përdorësh shumë. Kjo më duk si ku mbajti produkt pa... Shiko, si produktin mund ta vendosësh te dora. Vendos te dora? Jo, direkt në lëkurë. Jo, vendos Ose këtu madje. Jo, vendose tek dora dhe bëje kështu ke dora dhe kjo përhapet. Po, e parë sot tek dora, po, dhe pastaj fillo vendose në ato zona që ti e do më të hapur dhe pastaj përhape nga pak, se për shembull nuk ke nevojë të vësh në gjithë fytyrën mendoj unë. Po. Vendos vetëm aty ku do të krijosh disa highlighte. Edhe aq. Por kjo shumë mirë mund punoj edhe për konturin, për shembull. Këta e përdor për konturin. Po, okay, ajo është shumë praktike. Edhe për... Kjo pastaj është kur ti do të punosh, nuk do të bësh make-up, por do të vendosësh vetëm pak concealer te kjo zonë. Edhe vetëm aty dhe këtu ka hunda. I kap shumë mirë kjo. Në dimër zakonisht mund bëhen të kuqe ato zona. Edhe po kjo edhe të shoh që nuk e ke përdorur. Atë e kam bler. Kjo për konturë do të jetë mirë. Për të vendosur atë me xica në trup. E kam bërë këtë. E kam bërë për. Po pse nuk gjeta atë në trashën? E pra sa gjeta. So guys, jemi duke arritur në shtëpi. Edhe doja t'ju thoja që këtu në makinë, me thënë që jemi super kënaqur me muhabet.
Shkoj më hapsti, nuk vazhdo ti. Jemi kënaqur me videot, jemi kënaqur me sfidat që bëm që ju do i shikoni në vazhdim dhe me videon që do postoj më vonë, Marina, të procesit të bërjes së make-upit tim. Dhe mezi pres që ta postoj, që ta shikoj her pas here dhe të bëj make-upin edhe unë me hapat që ka bërë Marina. Edhe në fakt s'na vajti media, po Marina po thoshte që ta kishim bërë me produktet e mia, duke qenë se kisha marrë me vete që të dije se si ti përdori e tha. Po gjithsesi s'ka problem. U s'kisha hyrë ndonjëherë në pikën drejta tuneli këtu. So pretty. Qyqa. Do pash. Sa thesën dy. S'më dëgjon. S'më duhet më që nuk te dëgjon fare. Ishte mapsi. Unë rrugën si prej Girly Pop. Është mapsi që po tu udhëzon, jo unë. Unë thjesht po të bëj warning ku ka gropa, ku ka kthes të keqe, ku ka kështu, ku ka ashtu, se unë i di shumë mirë dhe jam shumë mirë me orientimin. Ajnen. Ku bëj fokus. We arrived! Baba, lukura ime, fytyra ime sa e bukur, më rosa fare. Do të shikoj reagimin e Emres kur të futem brenda. Çfarë do thotë? Alo. Po, ma me nderosi. Si je? Okej, po vi. Ajde, pač. Qarë ke? Hoş geldin. Hoş buldum. Einstein? Shiko s'më di bëj fare. Kam gjithë... O, bobo, sa e po plasa laptopin. Si më pas ka iko floku. Give me key. Ne? Give me key. Gimme key. Anahtar ver. Gimme key. Na. Ju thash që nuk po dua ta heq fare këtë make-upin, po tani më duhet ta heq, sepse në dark, nuk e di fiks në çfarë ore, kam vendosur që të takoj me Kristianen edhe të shkojmë në party latine. Dhe për të mbledhur pak energjit për të shkuar në party latine, duhet të shtrim të fle pak, një orë pak, 2, ndoshta nuk e di sa është ora tani. Kështu që duhet të heq make-upin, se nuk mund të shtrihem as të fle kështu, as të zhgrehem aty në qarqafe dhe në jastak. Më vjen shumë keq, por më duhet ta heq. Ja thash edhe Marinës, kur po filmonin për videon e saj, që kisha kaq vite që e ndiqa Marinën, që në 2020 ponje që fillova vetë me YouTube-in, mbaj mend që e kisha parë më përpara se të filloja me kanalin. Edhe i thash që në qoftë se do vinte njeri edhe do më thoshte atë periudhë që kjo youtuberia që ti ndjek edhe që e ke qef, në të ardhmen do të të bëj make-upin nën, do thosha keni iku nga mend, se s'ka se të ndodhë. Dhe ja ku jemi që Marina më bëri mua make-upin, make-up fix si që di ajo ta bëj dhe si që më përshtatet dhe mua. Jam shumë falenderuese për këtë punë që kam zgjedhur të bëj, YouTube-in, me thënë edhe rrjetet sociale, Instagramin, sepse përveç se më ka njohur me njerëz shumë të mirë edhe pozitiv, ti heqim ata negativët, që edhe nga ata kanë qenë plot. Më ka njohur dhe me miq, dhe youtubere që ndiqa më përpara, mi ka sjell dhe mi ka bërë mikesha. Dhe jam realisht shumë falenderuese dhe shumë e lumtur për këtë që bëj. Nuk do bëja asgjë tjetër ndryshe. Kështu që një falenderim i veçantë për Marinën, për punën që ka bërë ndër vite, për këshillat që na ka dhënë ndër vite, për punën e palodhur, videot, kontentin, edhe pse me fëmijë edhe të gjitha me radhë, dhe për njeriu e ëmbël edhe pozitiv që është, që ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë. Marina, të puqet nga videoja ime. 2 hours later. Sa po bëra gati për të dalë për në party, ne zi pres të
të shkoj, se më ka marrë malli të kërcej. Po duke qenë se parti do jetë jashtë, do vishe me atlete, se vendi atje nuk është shumë i rëshqitshëm për të veshur me taka, edhe është me ato plakat e burit, që quhen ato. Kështu që atlete i tis, outfiti për sot, bluzë jeshilkë, xhinse shortollon, siç e quhen emreja, edhe New Balance-et më të rehatshme ever. Öyle mi gideceksin? Evet, niye? Öyle mi dans edeceksin? Evet, niye? Normalde giyinir, süslenir, öyle giderdin. Bu ne demek? Şortolar giymişsin. Evet. Normalde etek giyerdin. Rahat olmak istiyorum bugün. Allah Allah. The next morning. Mirëmëngjesi! Nga dita e nesërme, jam të çlodhur. Kam ardhur në shtëpinë orën 12:30, diçka e tillë. Një paca. Në orën 1 u kputa gjumë. Nëse, tani kam vendosur që të bëj krepa sepse më bajti mendja. Normalisht unë i bëj me këtë paketimin e Jotis, më pëlqejnë shumë krepat që bëjnë këta. Do të thënë përzierja që kanë brenda e miellit, nuk e di se çfarë ka, po del shumë e shishme krepa. Por duke qenë se kjo ka skaduar në prill të 2026-s, vendosa ta bëj me miell normal. Thjesht mielli nuk do përdor këtë, do përdor miell normal, por do përdor recetën me vezë dhe qumshtin mililitrat në thetash që ka kjo. Na duhen, sipas paketimit, kjo ka 300 gram miell, aq vendosa edhe unë, 3 vezë, 400 ml qumësht, 200 ml ujë, edhe 60 gram ose 3 lugë gjelle, gjalp të shkrirë ose margarinë, që unë do përdor vitamin. Filloj me vezët. Do filloj me vezët. Bismillah. Krepat u bën gati, shpresoj që t'jenë të mira. Si kam bërë ndonjëherë kështu. Dhe me çfarë do t'i shoqërojmë? Me Nutella, me banane. Aleksia me Emren shkuan që bën pazare, morën pjepër, edhe kastraves domate. Unë zakonisht këto krepat që bëj në shtëpi mbaroj t'i ha vetëm me djathtë. I kam shumë qef. Pastaj kur ngopem me të kripur, bëj me banane dhe Nutella. Kaq. Atantash. Erdhi momenti që të filloj të editoj videon që po shikoni sot. Edhe ta postoj, të jetë gati për ju. Kështu që po e mbyll vlogun e sotshëm. Videon e radhës do të kemi sfidën që kemi bërë me Marinën edhe me Aleksian. Kështu që mos e humbisni sepse ka pyetje pikante, ka gallata, ka shumë gjëra. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale, ndiqni edhe Marinën në Instagram edhe në YouTube, dhe bashkë do të shihemi tek video radhës. Ju po t'ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!